Sinjalistika rrugore në qytetin e Kukësit vazhdon të mbetet problematike, ndërkohë që mungesa e parkingjeve po rëndon ndjeshëm situatën e trafikut. Kryetari i Bashkisë Kukës, Albert Halili, bëri të ditur se institucioni që ai drejton ka lidhur një kontratë me një subjekt privat për përmirësimin e sinjalistikës rrugore dhe për caktimin e zonave të dedikuar për parkim. Kemi lidhur kontratë me një subjekt RSM, e cila ka të bëjë me gjithë sinjalistikën e qytetit Kukësit, dhe ku të përcaktohen parkinget private, shtetërore, ose nga drejtoria e policisë deri tek fletrofeja do jetë me një kalim. Për të shmangur atë fluks lëvizjes të automjeteve. Ndërkohë, Halilaj paralajmëroi edhe ndërtimin e 3 rreth rrotullimeve në 3 kryqëzime të rëndësishme të qytetit, projekte që synojnë disiplinimin e qarkullimit dhe reduktimin e bllokimeve të shpeshta të trafikut. Së bashku me drejtorinë e urbanistikës që 3 rreth rrotullimet të ndërtohen, një në 6 katës, një te Radio Kukësi dhe një tek stacioni i fugonave të Morinit. Dhe në 3 rreth rrotullime besoj do disiplinohet edhe trafiku edhe do mbyllet ky proces në lidhje me sinjalistikën. Bashkia shpreh se këto investime do të përfshihen në një plan më të gjerë për përmirësimin e infrastrukturës urbane, ndërsa qytetarët kërkojnë ndërhyrje të shpejta dhe konkrete për t'i dhënë fund problemeve të përditshme në lëvizje dhe parkim.